Vjen një kohë dhe përmbyllet një cikël I jetës, apo siç I thon, I vjen fundi diçkaje për t'i hapur rrugën një etape të re. Kështu pikërisht në moshën 33 vjeçare, Wilson Gallani, basketbollisti me numrin 5, një ndër emrat e shquar të sporteve firake, I jep lam të mirën basketbollit. Dhe ka qenë ndeshja me Partizanin faza e fundit e karrierës sportive të tij, kur ai, duke qenë shtyllë e ekipit, edhe në këtë ndeshje, pas saj ja dorëzoi fanellën e vet të riut të talentuar Pandi Guxo. Natyrisht është emocionuese, prekse ky çast kur brezat ja lën stafetën njëri tjetrit, si diçka e të natyrshme. U mbyll pra një cikël dhe u hap një tjetër. Pa kurfar dëshpërimi se fundja kështu ndodh në jetën e njeriut, me të gjithë. Për Wilsonin apo siç njihet në Fier, Coni, atëherë organizua edhe një ceremoni ku u fol për të, për ekipin, për basketbollin firak. Kanë qenë kohë të mbara ato kur basketbolli firak si për meshkuj dhe për femra kishte dalë në arenën kombëtare duke rivalizuar me më të mirët e basketbollit firak. Kur Apollonia për meshkuj arrinte të thyente Partizanin, 17 nëntorin sot Tirana, Dinamon, Vllaznin, Skënderbeun apo të tjera. Por le të ndalemi tek ajo ndeshje e paharruar me Partizanin e lavdishëm të asaj kohe, ekipi që për vite me radhë nuk dinte të kishte humbje, aq më tepër kur erdhi në Fier nga Hungaria pas një fitore të bujshme me kampionen e atij vendi në kuadër të kupave të Evropës. Çaçi, Kuqo, Bushati, Prifti, këta ishin disa nga emrat e mëdhenj të atij Partizani, të gjithë pjesëtar të kombëtares. Mirë po ja, pikërisht ai Partizan u mund nga Apollonia e Wilson Gallanit me shok. Dhe kanë qenë dy personalet e Conit në fund të lojës, ato që I dhanë ekipit atë fitore të paharruar. Vladimir Prifti, Arben Pasha, Viron Sauli, Fadil Kapaj, Agron Profka, Agron Shtëmbari, Vladimir Çobo, Gaço Angjeli, Margarit Muçi dhe Llambi Bego, ata ishin në përbërjet e ekipit që me dy pikshin fatal për Partizanin, shënuar nga Gallani, I dhanë Apollonis atë fitore aq të merituar dhe të paharruar. Ka qenë adoleshent në ato vite Gallani, kur talentin e tij e vuri re syri I mpret I të paharruarit Bardyl Angjeli, simboli I basketbollit firak. Bardhi e mori atë siç I thon për dore, e stërviti, e mësoi. I mësoi çishte mjeshtëria për ta përcjell pastaj tek Miçogjini, e pas tij tek Ylli Dhoska, trajner këta që gjithashtu kanë bërë shumë për basketbollin e qytetit të Fierit. Por të mos harrojmë se pas stafit teknik ishin edhe ata që mbështesin trajnerët dhe ekipin, shefat e klubit Apollonia në ato vite, kundër të cilët janë Dionis Karçini, Viktor Konstantini dhe Lorenz Pasha. Dhe mbi të gjitha këta ishin sportdashësit firak, ata që gëzoheshin me fitoret dhe hidhroheshin me humbjet. Ata pra që britmat e tyre Apollonia benin që djem të merrnin zemër dhe humbjen ta kthenin në fitore, madje në sekondat e fundit të ndeshjes. Shumë sportistë të asaj kohe, natyrisht edhe admirues të ekipit të sotëm, kanë ardhur ditën e sotme për të qenë të pranishëm në 50 vjetorin e Wilson Gallanit dhe pikërisht në këtë ndeshje simbolike midis ekipit të vjetërve shokëve të Gallanit dhe të rriturve të sotëm, dhe të gjithë kanë që të kujtojnë, kanë përse të flasin. Shkurt, kohë, vite ngjarje. Me rastin e 50 vjetorit të lindjes së basketbollistit talentuar firak Wilson Gallani, sot zhvillohet takim simbolik midis ekipit të viteve që ai ka luajtur dhe ekipit të sotëm aktual të Apollonis Fierit. Përpara këtij takimi simbolik u mbajt një minutë heshtje në kujtim të Bardyl Angjelit, legjendës së basketbollit firak. Kjo ndeshje do të drejtohet nga dy gjyqtar të njohur të basketbollit shqiptar, Daniel Furxhi e Shpëtim Sino. Ndeshja fillon e vrullshme, ku eksperienca e yjeve të basketbollit firak dhe forca rinore e ekipit të sotëm të Apollonis përballen në këtë 50 vjetor të talentit të basketbollit Wilson Gallani. Si ndiheni sot kur basketbollistë dekadave të ndryshme të ekipit të Apollonis zhvillojnë të takim simbolik me rastin e 50 vjetorit të ditëlindjes tuaj? Ndihem shumë I emocionuar, shumë I lumturuar në të 50 vjetor. Të gjitha ata që kanë rrethuar në kohë, me tifoza, me shok, me sportistat vjetër, me të rinj, më kanë ardhur prezent nga më të mëdhenj, si shefa klubi edhe trajnera, e deri te sportistët më I thjeshtë. Jam shumë emocionuar, shumë I lumturuar që kemi kontribuar për të sportin e bukur të Fierit, bashkë me paharruarin Bardyl Angjeli, trajnerin ton. Ja dedikojmë atij këtë dhe për ndetë të tia, me qenë mundësit ishin shumë për atë vakta, me qenë iku para kohe, vendosëm bashkë me shoqërinë ta festojmë për kujtim të tij edhe për
pesitorin tim që sot po nuk di si mund të shprehem, po është një lumturi e vërtet. Ju jeni sportist elitar dhe simboli basketbollistëve të rinj. Keni lozur për shumë breza me ngjyrat e ekipit Apollonisë Fierit. Cilat janë disa nga kujtimet tuaja kryesore? Unë kam filluar shpejt basketbollin në një periudhë kur edhe vetë si Fieri ishte në mëkemje, shumë vite 68 bërt muhabeti. Dhe me i kanë prej drasa aty ku është banga e sot, banga e madhe e Fierit, pioner, me këmë zbasur, me ato mundësi që pari familja, e profesor Bardi na mori, na edukoi, na rriti, dhe unë jam një nga ata sportistat e fillimit të karierës tia me brezin e ri. Sot jam 50 vjeç. Ditët më të lumtura të jetës time ishin sidomos në Fier, fitoria me kampionin e vendit, Partizanin, ngelet për mua, ngelet një diçka shumë e veçantë, një bukuri që i dha atmosferë komplet Fierit në atë periudhë. Pastaj fitoria me Dinamo, me Partizanin, ato Shamendorin e ato tjera që kishim provuar, po me Partizanin as se kishim provuar. Dhe ishte një ekip absolut, shumë i përgatitur, me një trajner të shkëlqyeshëm si Asit Greva. Dhe kur kam lënë sportin, në 89-ën, përsëri Partizanin kërkuan shokët kur ndorsova fanellën. Cili ka qenë roli jot kryesor në ekipet zinxhirit të Apollonisë? Kontributi im ka qenë sidomos për organizatorët. Se unë kam lozur gjithkohën në organizim për ekipin. Edhe të rinj që janë afruar, i kam ndihmuar që të ndjekin këtë rrugë, të zhvillojnë, basketbollin tepër, të ndihmojnë shokët, se pa ndihmë nuk mund të arrihet asgjë, të punojnë akoma më shumë, edhe këta çuna që do lozin sot me neve. Ky ekip që është kampion në grupin B, pretendon ka të ardhme, të punojnë më shumë, të dëgjojnë, të forcojnë kolektivitetin, shoqërinë, se pa kolektivitet sporti është sidomos basketboll, futboll, e këto ekipet që ja lozin me shumë lojtar, se është sport individual. Të forcojnë kolektivitetin, të punojnë, të dëgjojnë, edhe nga neve mësojnë, dhe patjetër do të triumfojnë. Cilat ka qenë goditjet tuaja më të preferuara dhe kur kanë pas një rol decisiv? Basketbolli është një sport shumë i larmishëm. Goditjet e mia kanë qenë, unë përveç organizimit, unë punoja me shokët që gjithë mos mërziteshin kur lozin, që gjithë kapnin topi me dorë. Edhe gjatë lojës, dikush ishe më mirë, dikush ishe më pak më dobët. Edhe shikojshin shumë variante, cilat trajneri jonë na e jepte. Por në momentin më kyçe për shembull, kur ekipi pati një ngërç i themi në gjatë lojës, unë isha detyruar të gjoja nga distanca. Edhe për pikat më të mira kanë qenë para kupolës, i themi ne, në gjuhën tonë, kanë qenë 3 pikëshet. Edhe një gjurje nga 3 pikë, ku problemi i qëndron, i mbyllur dhe i strukur, pas ja 2-3 aksione që ke humbur, i shliron shumë për shokët. Mobilizohen më shumë, luftojnë akoma më shumë, dhe me pasaja ka variante të ndryshme sporti, me shumë të shpejta, me shumë gjëra të tilla, ne tu i përfundoni me sukses tu në Fier. Ekipi që keni luajtur ju ka qenë një ekip elitar dhe është përballur me ekipe të forta të asaj kohe, si Partizani, Shtatmendori atëhershëm, Vllaznia e të tjerë. Kur goditja juaj ka qenë me rëndësi të veçantë? Merit e veçantë për ekipin ton dhe nëse mund flitet dhe për mua, unë nuk flas me euforinë e një asaj ndeshje, po me shkujtoj, ajo ndeshje ka qenë një nga ndeshjet më të bukura që ka zhvilluar Apollonia. Pasi Partizani na vjen nga Hungaria me një fitore me Hungarezë, me kampionin e Hungarisë me 1 pikë, vjen në Fier, ishte super marrësi, se ishte ekip i shkëlqyeshëm, ishin lojtarë të kombëtares. Megjithatë, ne arritëm që atë ndeshje ta fitonin. Pasi në gjithë kampionatet Partizani na ditë me gjitha fitore, pas një humbje. Dhe në Fier u thye për herë të parë. Kjo ngelet në kujtim, jo vetëm tim, por të gjithë sportistët fierak. Cili ka qenë basketbollisti idhull ju, jashtë apo brenda vendit? Për basketbollin ka qenë për mua dhe kam qenë shembull pas tia dhe ndiqja me mënyrë të veçantë dhe kur atëherë pati represione nga politika me shoqërinë krijoheshin mundësitë që shikonim ndeshjet e
nga lindja, nga Beogradi. Dhe titullari i ekipit kombëtar të Beogradit, i quajturi Kiçanović me numrin 5, edhe unë që në atë themelim basketbollit që krijova për veten time, ky Shirini ka marrë atë numër 5. Dhe ata ka patur idhull. Ke ndërshirë t'ja lini trashëgim dhe i fëmijës tuaj basketbollin? Është në hapat e para çuni, i ka premisat, po unë e kam motivuar me pasion dhe me dashuri sportin, sidomos basketbollin. E tashti ai është në hapat e para. Në qoftë se mendon si jati, do eci. Ju i përkisni shumë brezave sportiste të talentuar të Fierit. Na përmendni disa emra që kanë lënë breza në ndërgjegjen tuaj. Në sportin e bukur basketbollit, i paruar ngel ishte trajneri Bardha Angjeli. Kemi këtu shok që kanë kontribuar në mënyrë të veçantë tu tek ne, Pan Capo, ndodhet tu në të sallë, Boris Bullati, Osman Veliu, që kanë kontribuar, Myrteza Sefa, dhe ai ndodhet në sallë. Këta janë, si të them, Ilia Prendi, këta janë, si të thuash, ai brez që unë e kapa në moshën e rinisë. Ku kam qenë në shkollë në vitin e 4, shkollës mesme e Petro Sota, shkolla industriale, më hoqë nga të rritë, më qua me të rriturit. Edhe atë periudhë ata kam kap, atë brez të moshuar. Është i paruar për mua Gaç Angjeli, që sot nuk ndodhet tu me ministresh, se është në emigracion, është në Amerikë. Është hidhull jo për mua, po edhe për gjithë firakët dhe për gjithë sportdashtë firak. Gaço Angjeli. Duke parë lojën plot fantazi e mjeshtëri, ish trajner dhe drejtues të basketbollit firak në vite, japin opinionet e tyre rreth viteve të lavdishme të talentit të basketbollit firak. Ju jeni trajneri i parë i ekipit basketbollit për meshkujt të Apollonisë Fieri. Ç'mendime keni? Një ju falenderoj për këtë intervistë, edhe sebepçiu është Vilson Gallani, ish basketbollist i Apollonisë. Unë jam më zhdhen mundësia dhe është fat për mua që kam qenë trajneri i parë i ekipit të basketbollit të meshkujve. Dhe puna e bërë ato vite është një punë tetë kolosale që shikohen këto figurat të basketbollit të djemve me këtë cilësi dhe mënyrë të lojturi. Kam pas fatin që në ekipin tim të ardhur nga ekipi të rive, Vilson Gallanin edhe shokët e ti si Piro Andreu, Jani Spirov, Adil Kapaj, gjithë i ke pasë nxënës të klasës sportive. Vilsoni veçanërisë, se ky është dhe sebepçiu që na ka mbledhur, ka qenë një nga djemët talent të basketbollit me një pasion të jashtëzakonshëm që mbi basketbollin nuk vinte asnjë proces të jetës tia. Cilit ka qenë disa nga cilësitë më pozitive të basketbollistit talentuar firak Vilson Gallani? Një nga karakteristikat si sportist të Vilson Gallanit ka qenë tipi organizus i tij, që i themin e tip organizatori. Ishte kyçi ose Chelsea i mbarvajtjes së gjithë lojës. Ishte tip komandus në ekip, edhe të tëra aftësitë e tija i shkrinte në marrëdhënie bashkë me shokët e tija në lojë. Ju jeni Viktor Konstantini, shefi i klubit Apollonia në vite 74-79. Si e njihni basketbollistin e talentuar firak? Ky aktivitet që organizohet sot na kujton shumë veprimtari të bukura, të organizuara dhe të drejtuara nga ana jonë në vitet 74-79. Unë kam drejtuar klubin sportiv në ato vite dhe krahas aktiviteteve të tjera, të sporteve të tjera që mbulonim, ishte edhe aktiviteti i basketbollit. Ne në basketboll kishim 7 ekipe zinxhir deri tek të rriturit që ku merrte pjesë edhe Vilsoni që feston 50 vjetorin. Ishte një nga aktivistët, sportistët më të rregullt, ishte sportist i dalluar, i disiplinuar dhe korrekt.
Loja u zhvillua me ritëm, shpirt gare dhe pikë të shumta, ku Coni si gjithmonë ushqua si shënuesi më i mirë. Ju përballeni me djemt të ekipit të sotëm sikur të ishit në moshën e tyre. Jo, s'mund të themi dot. Jam më mirë se ne, jam më shpejt. Se për teknik, kështu gjëra është janë, edhe në vizim mirë jemi, gjithashtu. Për janë fizike janë lartë. Ne jemi ai brez që kemi dalë nga trajneri i nderuar Bardul Angjeli, siç Coni jemi ne një brez që jemi nga të parët që u krijua ekipi i rinj të Fierit, nga i cili doli dhe kampion në Shqipëri. Cili ka qenë roli i Wilsonit në atë? Wilsoni ka qenë një lojtar eksploziv, gjithmonë ka luajtur fundor, me pak nevrik, por ka qenë lojtar rezultativ. Dhe shoku i mirë. Wilsoni në radhë pa ka qenë një njeri shëmbullor në ekip, ka qenë një edukator, na jepte mësime neve pak brezim më të vogël, na jepte dorë shumë, na afronte gjithmonë pranë vetes. Për ne Coni ka qenë një shëmbullor, ka qenë një lojtar shëmbullor në ekip. Me për mua meriton akoma një diçka akoma më lartë, domethënë nga bashkia, nga klubi, për sporti që ka dhënë për Fierin, domethënë. Ka qenë një lojtar shumë i mirë për Fierin në vërtet. Wilson Gallani ishte djalë shumë i talentuar. Bile edhe gjatë stërvitjes, edhe gjatë ndeshjeve, kishte rritje cilësore të vazhdueshme. Dhe duke parë curin e tij, i them trajnerit Miçogjinit, fute vazhdimisht këtë, sepse do të iki unë, do të alë unë vendin edhe të luaj Coni për të bërë për të rritjen e brezave. Se ne ishim grup me Bard Angelin, Bardi ishte nga më kryesorët, nga më të mirët e ekipit, ai e mbajti bazën, iku Bardi, erdhi radha jon. Unë, Myrtua, Boris Bullati, Osman Veliu, pastaj erdhi brezi i Conit, Wilson Gallani, Jani Spiro, të gjithë këta ishim shumë të talentuar. Dhe në vitin 1978, përfundimisht ndeshje finale me Korçën, ne qëndruam në kategorin e parë, kemi bërë, unë kam bërë një spektakël shumë interesant, kam bërë 6 pikë decisive në shtesën e lojës, për 1 minutë e gjysmë. Ishte fat dhe i qunave, po dhe gjendja mire imja, se isha me i vjetri në ekip, isha 28 vjeç. Fitojmë ndeshjen, Apolonia ndënjë në kategorin e parë, dhe qatë vit nuk dolime, po të dilim atere prishish basketbolli Firak. Edhe ky brez që po luan sot janë pas nesh, që eci Apolonia dhe arriti deri në finale në Kupat e Republikës edhe nga 6 ekipet më të mira. Bile rreth viteve 80 këta ishin ekipi më i mirë në gjithë Shqipërinë, me Partizan, me Shkodër, me Dinamo, me Tiranë, ishin nga djemët në sa të fuqishëm janë. Se çfarë trupa shkandi, ishin nga 1.95 e më shumë. Wilson Gallani ju zëvendësoi ju? Wilson Gallani i kam dhënë fanellën unë, edhe më ka zëvendësor mua Wilson Gallani, dhe i kam thënë, vazhdo edhe ti stafetën, siç na i la ne Bard Angjeli, po ta lë unë ty tani, i thash. Edhe ai e vazhdoi dhe e rriti nivelin cilësor, dhe ishte nga më të mirët e ekipit. Me Wilsonin kam lozur një kohë gjatë. Wilsoni ka qenë një sportist i tillë që me pasion të jashtëzakonshëm dhe me vullnet tepër të hekur mund të arrijë gjithçka. Cili ka qenë roli i Wilsonit në ekipin tuaj të atëhershëm? Wilsoni ka qenë organizator me konceptet e vjetra, gjithmonë i palodhur, organizues shumë i mirë, ndonjëherë kryen të gjithë funksionet. Gjithmonë Wilsoni ishte nisëtar i gjithë sulmeve dhe asnjë nuk kishte dëshirë që ti përfundonte ai. Gjithmonë sulme kishte dëshirë të përfundonte shokut gjithmonë. Ka gjithmonë dëshirë ti që koshën ta vënë shokut. Është njohur për precizion të lartë. Po. Pasioni i ka qenë edhe gjuajtë në distancë. Shpeshherë bënte gjuajtë falso dhe i lindë shokët e lirë për të afruar koshin afër koshit. Ka qenë një organizator në ekipin e djemve, mbaj një nga sportistët më të mirë, me cilësi shumë të mira, edhe për këtë janë mbledhur sot, edhe ne i urojmë 50 vjetorin. Në rast parë, i uroj ditëlindjen në bet 120 vjeç, unë Wilson Gallanin e kam edhe mik të vjetër, mik të ngushtë, edhe më ka respektu, më ka ftuar ditëlindjen e tij. Në atë moshë unë kam qenë moshë, Coni ka qenë çun i ri, ka qenë një çun i fortë, i shkath, edhe deri tash që është në moshën 50 vjeç, është akoma çun i shkath, i fortë. I uroj edhe njerë ditëlindjen, në bet 120 vjeç, edhe mbari vap gjithmonë. Ju jeni trajneri i ekipit sotshëm të basketbollit.
për djem në Fier. A e ndjekin traditën e basketbollistit talentuar Fierak Wilson Gallani, sportistët son? Tashi ata po mundohen të ecin në hapat e tyre. Deri tani po e tregojnë dhe rezultatet që ata kanë arritur për fazën e parë dhe duan që ta kthejnë basketbollin Fierak atje ku i takon të jetë. Duan të kthehen Anjish dhe të kthehen përsëri në zonat e nxehta që janë vendi i parë, i dytë, i tretë, i katërt, i pestë. Cilat janë rezultatet e arritura në fazën e parë? Në fazën e parë ne kemi bërë 8 ndeshje, të cilat i kemi fituar të gjitha, pavarësisht se nuk i bëjmë në fushën tonë. Dhe ky është një defekt që duhet të rregulluar sa më shpejt, që të kënaqim këtë publik kaq të këndshëm e kaq zgjatë. Për këtë edhe gjyqtaria qendrore jep vlerësimin e saj. Rezultatet e këtij takimi kaq të mrekullueshëm ishin në pjesën e parë, ekipi veteranë shënoi 21 pikë kundrejt 16 pikëve të ekipit të Apollonis. U dalluan për ekipin e veteranëve me 4 gjuhët e 3 pikëshe nga Arben Pasha, i cili gjatë gjithë lojës shënoi 16 pikë, po kështu dhe Wilson Gallani shënoi 10 pikë. Njëkohësisht u dalluar dhe Agron Provka për veteranët, i cili shënoi 8 pikë dhe të tjerët me radhë. Ndërsa në ekipin të rive u dallua Provka me 12 pikë, Qora 10 pikë, Roba 8 pikë dhe të tjerët me radhë. Ky është një takim shumë i fortë. Gjithë rezultati përfundoi 41-40 për ekipin e veteranëve. Mbas takimit në bar restorant Perla të qytetit të Fierit u organizua darka festive. Gazetari sportiv i Telesportit Defrimet Hasani e hapi këtë darkë festive për nder të 50 vjetorit të lindjes së basketbollistit të talentuar Fierak Wilson Gallani. Mirëmbrëma të gjithëve, ju urojmë së ardhje në këtë mbrëmje të shënduar jo vetëm për Wilson Gallanin që sonte mbush 20 vjeç, jo 15, por për gjithë juve. Për të gjithë juve dhe veçanërisht këtë brez të talentuar të basketbollit Fierak. Sonde më duket sikur Wilsoni po rimartohet për së dyti, por në vend të nusës ka këtë top basketbolli dhe kërshi keni gjithë juve. Do të kalem një mbrëmje të pahamuar, një mbrëmje që do të bëhet me gjatë ashtu si ndeshjet e bukura të basketbollit të Fierit, por natyrisht merita u takon të gjithëve. E veç pas drejtuesit aktual të klubit Lili Gërmau që bëroi mundësinë e kësaj mbrëmje të tillë për të ftuar nga Tirana për të diskutuar starjen e basketbollit Fierak, Wilson Gallani, 50 vjeç. Shefi i klubit sportiv Lili Gërmadha më pas foli për këtë talent. Në gjithë mora rasti më të hapë të me kajtë të zushme, në ratë farë në ti personal, në stafët që unë drejtoj. Dhe të gjithë shqipozëve Fierak, sidomos ata që përtasin drejtët para Arenja Fierake, i urojmë Wilsonit jetë gjatë dhe i plotësoshin dëshirat dhe ëndrat e tija. Wilsoni është ato plejata që i dha emrin qytetit Fierit. Po të pyesë sot çfarë lloj sporti mund të vazhdojnë në Fier, ne themi me granitë të madhe që tradit nga ekipi basketbollit, me shkuj, cilët të tradit e kryuan kjo plejat me Wilson Gallanin, me Mir Pritin, me Agron Provkën, me Gallo Angjelit, Bardun Angjelit, Arben Pashën, edhe e tjetë që nuk mund t'ja përmendetur. Prandaj urojmë Wilsonit jetë gjatë dhe suksese dhe i kryesosin gjitha dëshirat dhe ëndrat e tjera. Ish pjesëtar të ekipit me të cilën luante Coni organizuan lojën e kutive dhe më pas i dhuruan dhurata të përgatitura për të. Tani ne këtu kemi kutinë e fundit. Kemi dhe një zat nga OIQ Tiranës, që unë jam organizator atje, këtu te kjo janë $3.000. Te kutia mund të jetë 10.000, 20.000, nuk e di. Tani këtë do të zgjedhë Wilson Gallani për të marrë. Felutë të zgjedhë vend të fita marri dhe mundësisht në muzikë duhet të hapë dhe ta.
Kjo thot kutia e fundit. Kutia e fundit. Mere kutin e fundit. Ju shqitoni shok. Të dyja ti marri. Vetë me i kutit do t'ja hapi ati ku të shkojnë të shkirë. Të lutem do t'ja hapësh. Faturë e dritave, e keshit. Se e ka fatin dhe kutia e fundit. Edhe 100 nga Fadili një tort. Dhe 100 vjetë ka ne, jetë të lutur me fëmijë, me familje, dhe pas vetëm me familje. Titullin deri klubi sportiv Apollonia i dorëzoi Viktor Konstantini, shefi i klubit Apollonia në vitet 74-79. Drejtuesi i klubit dhe i gjithë stafi, zotin Lili Gebau, dhe motivacionin deri i klubit sportiv Apollonia. Do t'ja dorëzoj zoti Viktor Konstantini, ish drejtuesi i klubit në vitet 74-79. Deri i klubit sportiv Apollonia, zotit Wilson Gallani, për kontributin e çmuar të rënd në fushën e basketbollit në qytetin e Fierit. Nga kryetari i bashkisë Bahtjar Zeqo, për kontributin e çmuar të rënd në fushën e basketbollit për qytetin e Fierit. Urime zoti Wilson, takzoshën e këtë urdhër dhe suksese në jetën tënde. Trajneri i klubit të basketbollit për meshkuj Artur Kasa i dhuroi kupën Wilson Gallanit. Ekipi i sotëm Apollonia për Wilson Gallanit dhe flamuri i klubit sportiv Apollonia. Ju lutem tregoni nga kamrat edhe flamurin e dashur tuaj të qytetit tuaj edhe kupën e dhurur. Shumë orata sotë për Wilson. Bluza e famshme, të lutëm vishe, hiqe gjaketën, vishe këna tjerën tënde. Është ajo që të bërit famshëm, është ajo që të bërit respektuar nga gjithë në sot. Me dorë të dite, e ka veshë të lutëm. 1, 2, 3, dorë të dite. Në mes emocioneve, Wilsoni falenderoi ish basketbollistët e plejadës së tij, personalitetet e sportit firak në vite, si dhe gjithë të ftuarit dhe miq. Në këto momente çfarë në vjen sot për të na paharuar, sot duket se është nata e bardhë. Jo, i sallallahu. Jam shumë që me finoj ti. Do të kujtoj rinin që kam luftuar dhe kam punuar bashkë me shokët e mi. Shokët e mi më nuk është të ta, më ndihmuar e arritëm deri në një ekip shumë komod dhe mirë. Jo, u bë me shumë punë, me shumë luftë, me shumë tjerë. Ministrën të tjezve do bëtoj trajnerin të nderuar, Bardyr Angelit, që ishe personin me veçantë dhe mishkëtar. Trajnerin tjetër, Miso Gjinit, që më kanë ndihmuar me ardhen time nga ekipi trive me trive. Do të nderoj, të respektoj të gjithë të dashurit, shokët e mi, familjes, shokët e mi të afërt, shokët e mi të punës, të nderuar dhe të respektoj. Ju uroj jetë lumtur, po jam shumë veti lumtur me pjesëmarrjen e tyre
këtë ditë të shënuar jetës time. Jam shumë i emocionuar dhe shumë i lumtur. Daniel Furxhiu hodhi idenë e ndërtimit të pallatit të sportit në Fier dhe u bëri thirrje deputetëve firak, qeveritarëve dhe kryeministrit t'i kthejnë syt nga Fieri dhe të investojnë për sportin firak. Është një moment shumë interesant, shumë i këndshëm, shumë emocional, shumë i bukur që ne jemi mbledhur si qytetar, si skuadro, si sportist, si sportdashës, si të afër, si miq, si qytetar firak, të festojmë së bashku 50 vjetorin e Wilson Gallanit, kapitenit të skuadrës së Apollonisë, të fundorit, të organizatorit, të gjuhësit nga distanca, do të thosha të lojtarit ndoshta nga më teknikët që ka parë ekipi Apollonisë. Ne bëjmë zotin mbar që të mblidhemi gjithmonë kështu për gëzime dhe shpresoj që takimi më të afërt që do kemi të kësaj natyre të mund ta zhvillojmë në pallatin e sportit, në pallatin polifunksional që nuk jam një person zyrtar, nuk jam i autorizuar, por ju them vetëm kaq. Është në embrion, është në fjalë, është duke zhvilluar një projekt madhështor. Fieri mund të ndërtojë pallatin e sportit polifunksional, ndoshta më të miri që ka Shqipëria, dhe ndoshta nga më të mirë të Ballkanit. Është një moment shumë interesant, nëse Zoti do të tregojë vëmendje ndaj nesh, atëherë ky program, ky projekt do të bëhet realitet. Me këtë rast, meqense kemi edhe një media kombëtare, unë e panderoj zotin të frim të deleguarit të sportit, edhe zotrin të televizionit Apollon, po i them vetëm kaq. Të nderuar deputet, pushtetar, njerëz me mandat politik, njerëz me mandat legjislativ dhe ekzekutiv, i nderuar zot sekretari i parlamentit, zoti Fatosbea, i nderuar zoti kryeministër, zoti Sali Berisha, tregoni kujdes dhe vëmendje ndaj Fierit, se Fieri, ai qytet ju jep me 10 dhe me qindra vota kur ju keni nevojë për fushatat elektorale, kur të gjithë deputetët e gjithë kategorive i vjen gjoksit për Fierin. Fieri është qytet që zemrën e dy, një rreth potencial e tjera, deri sot është ngelur në arrest. Shikoni ceremoninë e sotme, me çfarë kushte e zhvilluam, kur ne do të gëzonim në një pallat modern të ndriçuar me koncert artistik për mos e zgjatur. Tregoni më ndaj Fierit se Fieri e meriton. Ju falenderoj. Në tingujt e muzikës, këngës dhe humorit, kaloi kjo mbrëmje e paharrueshme për nder të 50 vjetorit të lindjes të basketbollistit të talentuar fierak Wilson Gallani. Shumë